Në ditën kur serbët festuan Vidovdanin në Prishtinë, studiuesit thanë se kjo ngjarje është përvetësuar dhe përdoret për qëllime nacionaliste. Në tryezën e titulluar Vidovdani midis mitit dhe gjeopolitikës, roli i tij në projektin kombëtar serb, e që e organizoi Instituti për Studime të Luftës Hibride Oktopus, albanologu Zymer Neziri foli për përvetësimin. Kisha dhe shteti serb përvetësojnë vazhdimisht edhe shenjtor për qëllimet e tyre nacionaliste dhe shoviniste, madje edhe në vendin e krimit një shekullor në Kosovë. Ai ju referua edhe një këngë që serbët e këndojnë në kor në këtë fest. Kjo këngë natyrisht thotë në vargun e parë, thotë në qiell shikoj, shekujt kalojnë, kujtimet e kahershme i vetmi ilaç. Refreni, ka do që shkoj, ty të kthehem përsëri, pra Kosovë, kush do të marrë mbej Kosovën nga zemra ime, e tjera tjera. Kjo lidhet pra edhe me kohën e Miloševićit, kur erdhi në pushtet, pra lidhet me kohën kur autonomia ju morë Kosovës, pra është pra Vidovdani vitit 1989. Politika shtetërore serbe pra është një instrument politik i shtetit serb para e pas Miloševićit, edhe tash pra me Vučićin dhe me të tjerë sigurisht që do të vinë pas tij. Historiani gjerman Stefan Kek tha se betejë e Kosovës që përkon me Vidovdanin është kthyer në subjekt mitologjik. Pak dihet realisht për këtë betejë, por supozohet se të dyja palët dolën të raskapitura dhe se betejë nuk ishte vendimtare. Megjithatë, ajo mbetet ikonike për Ballkanin. Sipas teksteve të historisë, betejë e Kosovës është zhvilluar në pjesën e dytë të qershorit të vitit 1389, ndërmjet një koalicioni të krishterë, kryesisht ballkanik dhe të perandorisë osmane që rritej në territor. Koalicioni krishterë u mond, ndërsa prirësi i këtij koalicioni, princi Car Lazari i Serbisë, ishte zënë rob e më pastaj është vrarë nga osmanët, e në betejë ishte vrarë edhe Sultan Murati i parë.